Veç një informat për shikus, po ja. Mërme kam prezentu një email të dërguar nga zyra e vetar Krasniqit për shka prokuria sot i ka thirë rënd, krejt komplet, drejtort e kostit edhe i ka marrë në pyetje. Ajo është përgjithësi e prokurisë nuk përzinon. Jo, po në përgjithësi të prokurisë sepse po flejnë. Po që se shumë njerës këshin tonë, e që këshin bo me pa pas kuven? Kisha po interpelancë. Me 6 një shkrime i kisha thirë se cilën e interpelancë. Kisha kërku komision parlamentare timor për se cilën aferë që po ekspozohet. Ajo është obligim i deputetit. E ka mandat, e ka të shkrum në regullor, i ka të drejtat e veta, me inicu procedura. Ju po thoni që është duke u bërë vjedhje në këtë kohë kur qeveria është në largim? Unë po thëmë që njerëz më të pa përgjeshëm në erë një histori që ka pas jënë të abuzu skajshëm edhe nuk është një temë. Jemi të folë që nuk po dim kam janis. Për çdo ditë telefonin nuk në nalet pej ministrive, pej departamenteve, pej agjensive, pej bordeve. Loj afera është pa numërta ka në Republikën e Kosovës. Për me thonë, kjo është fatkeqësi që ka në ndodhë. Tu fillu pej se cilit produkt elementare, dhe e të nivelli jetësor që hinë të siguria kombëtare, që është energjia, jemi të ju dëmtu. Edhe nuk kemi 5 vjetë qeverisje, se kemi një projekt infrastrukturë sot që dalim u krenu. Një projekt vetëm nuk e kemi që mujë me dalim i tonë Kosovës, që kjo qeverisë ka boni. I ka shkatru komunat, tërmal, ja u ka hek fondet. Mos harani, dhe me thonë, i ka që në prag falimentimit. Nuk bohen pa hiri këto. Këto jënë se cila njësi bugjetore në kuadrë të ekzekutivit. Njësi politike bugjetore në flatë. Ska ras që s'ka prokurem një burimor. Automatikisht, të me thonë, është involvim në kuptimin korrupt. Nëse kjo është ndodhë, të me thonë, edhe prokuror nuk kanë faj se nuk i kemi 1 milion prokuror. Ki rastet e kësaj qeverie në gjykatën komercialet Republikës Kosovës pej 2021-ës të i prit në shqyrtim që i kanë hinë hak një operator ekonomik në Kosovë që nuk ja kryjnë obligimet financiare në kohën kur ka qenë pandemia. Edhe kjo bon bazat vullnetit personal se kuj po duhen po e kuj s'po duhen jo. Pastaj e ki këtë rastin e energjisë të tregut hapur. Keni me konë dëshmitar sot një muj, shkruje datën, 22, edhe mojen men sa kompanit kanë mu reziku më msherë në Kosovë. Mundësia me i përbalu, asaj kosto ka me konë e pa mundur. Nuk jam ekspert i energjisë, unë me krejt njerë që po rri, edhe jem të nabo presion të jemi të kjarë. Çdo ditë ku jemi me qytetarë votues të AKs e jo të AKs. Jënë të thonë, amoni ju ku bëni diçka, nuk po kem as shka me bo. E vërteta është që ju dash me bo protest masive. E vërteta është që ju dash populli mu ngrit në kom. A e votoni shkarkimin e borxhit të zërrejs? Ku çfarë pyetje? Stash isha nis pe që tujit me shku Parlament Kosovës e me votu. As nuk diskutohet aja pjesë. Sidomos mas kësaj të funit. Kjo është të të mërshme mërë, sot e pashne për raporte, i 150 milion ka rritin porti i Kosovës. So?